Ne kemi provuar tek shumë njerëz, tek shumë që kanë transaminaza, që kanë bilurbinën e rritur, që kanë sytë të zverdhur e kështu me radhë, duke bërë këtë kombinimin e këtyre luleve që ju keni në dorë dhe duke shtuar 2 deri në 3 gjethe nga tambëlgjaku, që të 3 këto së bashku, nëse i përdorim për trajtimin e smundjeve virusale, do të na japin një efekt të mrekullueshëm në organizëm. Po, këto bimë që rrisin dhe fuqizojnë veprimin antiviral dhe antibakterial, mund të përdoren nga njerëzit 4 deri në 6 javë, pa krijuar asnjë problem në organizëm, në mënyrë të padiskutuar. Mjaftojnë këto të 3 dhe ne kemi vënë procesin e mëlçisë, qoftë të zmadhuar, qoftë të dhjamosur, e kështu me radhë, për çdo problem që mund të ketë që e ngarkuar me toksina. Po patjetër, kjo ka filluar që ditët e para që të na japi atë mrekullin e dëshiruar. Mbas 4 deri në 6 javëve, mund të bëhen 2 javë pushim, dhe pastaj mund të vazhdojmë 1 javë trajtim, 1 javë pushim. Ja, kjo treshja që kam unë në dorë, basani, bishtamithi dhe tambëlgjaku. Një çaj me këto të 3.